lufton me lajmin e ditës. Ke dal nga konteksti. Këtu ke Sali Berishën në krye të opozitës që e di që pushtetin e ka 100 kilometra larg, jo 1 kilometër sa që thotë që është larg. Dhe ai nuk lufton për tani pak lufton për kaos, lufton për kaos besueshëm, lufton me një gjë që prek qytetarët direkt. Nuk lufton për pas meje kiameti. Se ai zotëria unë mendoj pak ndryshe. Ai nuk po i bën ato protesta për asnjë arsye tjetër përveç se arsye parë për cilën i ka hyrë kësaj betejë dhe është sot në krye të Partisë Demokratike. Që është? Është ai dhe familja, përballë drejtësisë. Sigurisht më, aq ka ndorë më. Sa armët si kap dot tani më ai. Dhe mos harro që atij zotërisë nuk është se nuk po i funksionon skema. Ai e njeh mirë kontekstin, i njeh mirë rrethanat, na njeh mirë dhe neve, njeh mirë dhe prokurorët dhe gjyqtarët, dhe ditë luaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Sigurisht, bën atë tërhiqje dhe mos lësho me se dhe frikë ka, se budalla nuk është, por ama një mesazh e jep, që unë jam ai që me dasht, ja vë flakën qytetit, ja vë flakën vendit, destabilizoj, e mëse të thash. Kështu që mos e merrni kaq lehtëshëm doktorin që po e bën thjesht për nuk diskutohet që ai do që në mediat ndërkombëtare të dalin ato lajme. Po nga ana tjetër, ai është duke dhënë mesazhe shumë qarta. Me mua dhe me familjen, kujdes.